Përshëndetje, të gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për vitin 2026. Ju uroj një vit sa më të mbar dhe një vit ku të hapi portat tuaja dhe t'ju japi gjithçka që ju dëshironi dhe të jeni të lumtur. Por dhe të merrni vendime të pasura gjatë vitit 2026. Të jetë një vit sa më i bukur edhe për shenjën tuaj. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që më ndiqni, por dhe të gjithë abonentët e rinj të këtij kanali. Atëherë, do fillojmë pa humbur kohë në lidhje me shenjën tuaj. Është një vit me fat për ju. Gjithsesi, do fillojmë në lidhje me muajin janar. Në muajin janar, ju shoh në dilema. Ju ndoshta jeni në dilema në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person, mund të jeni midis dy personave për një pjesë tjetër. Ndërsa për një pjesë prej jush mund të jeni midis punës edhe familjes, mund të jeni midis dy projekteve, dy bashkëpunimeve, por mund të jeni edhe midis dy situatave ose dy çështjeve të ndryshme. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me çfarë do lloj situate. Gjithsesi, është një muaj ku ju do jeni duke menduar seriozisht se ku ju duhet të jeni në lidhje me gjithçka dhe për t'i dhënë zgjidhje dilemave që ju do keni gjatë muajit janar. Mund të jenë dilema edhe nga ana ekonomike, mund të ndodheni midis dy çështjeve ekonomike, mund të jeni në dilema në lidhje me dy punë ose me dy projekte, me dy bashkëpunime, dhe ju është një muaj që do mendoni se çfarë të zgjidhni në lidhje me këtë situatë që ju mund të ndodheni. Gjithsesi, është një muaj ku do vërtitet vetëm rreth këtyre gjërave, sepse ju si shenjë keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me gjithçka, dhe do jeni akoma në muajin janar në një energji dilemash, por gjithsesi në muajin shkurt, dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, dhe terota e fatit, kemi të bëjmë me energjinë tuaj, shenja e demit, shenja e akrepit, shenja e virgjireshës dhe shenja e luanit. Për gjithë ata që mund të kenë dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Dhe në muajin shkurt, ju do t'ju ndihmoj fati në lidhje me dashurinë. Për gjithë ata që mund të jenë në një njohje, për ta çuar këtë njohje, këtë lidhje ose këtë marrëdhënie përpara, sepse fati do jetë në anën tuaj. Për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me punën, me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, por fati do jetë aty për ju. Kur themi fati është aty, nuk do të thotë që ju të prisni që gjërat ecsin vetë. Ju do lëvizni që t'i çoni gjërat para. Në qoftë se nuk lëvizni, është në dorën tuaj, gjërat mund të kthehen dhe mbrapsht, sepse rrota e fatit ka dy medalje, ka ecjen para, ka dhe kthimin mbrapa. Gjithsesi fati do jetë në anën tuaj në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, ose me zgjedhjet që ju do bëni gjatë këtij muaji. Është një muaj ku do keni një energji të jashtëzakonshme, do keni emocione gjatë këtij muaji në lidhje me njohjet, lidhjet që keni, por do jeni dhe më të organizuar, sepse kemi 4 energji këtu. Do jeni më të organizuar me gjërat që ju do bëni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, do keni emocione, do keni pasion edhe në lidhje me njohjet ose lidhjet që ju keni. Është një muaj me fat, shfrytëzojeni në të gjitha aspektet e jetës tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin mars. Dhe kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, jemi te energjia e shenjës së peshqve, ju do t'regojeni më emocional, do jeni duke ndoshta edhe do shëroni veten tuaj gjatë këtij muaji, por do bëni dhe zgjedhje të rëndësishme gjatë muajit në lidhje me dashurinë, me një njohje që keni në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për të zgjidhur situata të ndryshme. Një person vjen drejt jush, flasim për pjesën e beqarve, ndërsa për një pjesë tjetër, ndoshta do t'regojeni shumë emocional ndaj fëmijëve tuaj. Ndoshta për një pjesë tjetër do hapet dera për një dashuri të rretham, por do keni lajme të mira në lidhje me karrierën, sepse fati ju ndihmon që në muajin shkurt,
do keni lajme të mira në lidhje me karrierën, një çlirim shpirtëror nga situata të ndryshme që ju mund të keni. Por shoh dhe lajme të mira ekonomike, lajme të mira në marrëdhëniet tuaja, por edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Ndoshta dhe nga ana ekonomike. Ku ju shoh që do kujdeseni shumë fort edhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe këtu do jenë gjërat ashtu si ju doni. Dhe vazhdojmë në muajin prill, ku jeni shoh edhe në muajin prill, ju do keni do vini një drejtësi, do të jepni fund diçkaje, ju do mbyllni diçka për të filluar diçka të re. Do të jepni zgjidhje situatave, mund të jepni zgjidhje një situate në lidhje me dashurinë, me partnerin tuaj, ju të gjeni vendin që ju takon në marrëdhëniet tuaja, ose me miqt tuaj, ose ju mund të ndaloni diskutimet që mund të keni pasur, mund të keni pas diskutime të zgjatura për të vënë një drejtësi, dhe ju do ta bëni këtë. Ndoshta dhe fati do t'ju ndihmojë në lidhje me disa diskutime që do keni. Më falni, por këtu kemi dhe fillime të reja. Gjithsesi, mund të jetë fillimi një dashurie të re, mbasi ju të jepni zgjidhje, mund të vini një drejtësi në lidhje me marrëdhëniet tuaja, të vini një drejtësi për të bërë një fillim të ri në karrierë, një punë të re, ose një partneritet, një bashkëpunim të ri, por dhe në lidhje me situata të ndryshme ekonomike, ose në shtëpi, në familje, me fëmijët tuaj, nga ana shëndetësore për një pjesë tjetër. Gjithsesi është një muaj mirë, ku ju mbyllni situata të vështira, vini një drejtësi, mund të keni lidhje dhe me ligjin, me shtetin, nuk e di, me divorce të ndryshme, por që drejtësia është me ju. Ju filloni një rrugë të re në muajin prill. Dhe vazhdojmë në muajin maj, ku ju hyni edhe në energjinë tuaj. Shoh që kemi kullën këtu, kulla do sjellin ndryshime të mëdha në jetën tuaj, ju mund të ndryshoni, ndoshta deri tani nuk e ndërtuar gjërat sigurta. Dhe këtu flasim për gjithë ata që kanë pas probleme të mëdha në njohjet ose lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni pasur, ose në situata dhe çështje të ndryshme në lidhje me shtëpinë, me familjen, ku diçka është shkatruar aty, dhe ju dëshironi që t'i ndryshoni gjërat që keni bërë deri tani, ndoshta të ndryshoni mënyrën e bërjes së gjërave, por ndërkohë shoh një ndryshim shumë të madh që do vinë në lidhje me karrierën, me punën tuaj, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, dhe është një muaj ku ju do filloni të ndërtoni gjëra më të sigurta. Në qoftë se ju deri tani nuk kanë shkuar marrëdhëniet e dashurisë, atëherë ju do të jepni fund për të bërë një fillim të ri, por të hyni në një njohje të re, flasim për pjesën e beqarëve, për të pasur një person në jetën tuaj që vërtet ju japi siguri për të ardhmen tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, marrëdhëniet mund të ndryshoni, tham, mënyrën se si keni bërë gjërat për të ndërtuar gjërat më mirë, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Ndërsa në lidhje me anën ekonomike, ndoshta deri tani ju keni kaluar shumë vështirësi, ose edhe në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, dhe ka ardhur momenti në muajin maj që ju të bëni ndryshimet e nevojshme për të ndërtuar një karrierë më të mirë, për të ndërtuar një partneritet ose bashkëpunim që t'ju japi siguri dhe jetëgjatësi, por edhe në lidhje me çfarë do lloj gjëje tjetër. Për një pjesë prej jush mund të ndryshoni lukun tuaj, mund të ndryshoni vendin e punës, dhe është momenti më i mirë për ta bërë këtë. Ju mund të ndryshoni sepse do jeni shumë të privilegjuar gjatë këtij viti, jeni ndërshenjat më me fat, por ndërkohë ju shoh që mund të ndryshoni shtëpinë, mund të ndryshoni qytetin, mund të ndryshoni shtetin ku ju jetoni. Dhe këtë do ta bëni për diçka më të mirë, për veten tuaj, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Dhe është muaj që duhet ta shfrytëzoni
çfarë do ndryshimi që të jetë, sepse ndryshimet që do t'ju vinë për mirë. Dhe kalojmë në muajin qershor, ku kemi të bëjmë me energjitë shenjave të monedhave, të tokës. Ju shoh që do futeni në një energji ku do mendoni më tepër për anën ekonomike. Një pjesë prej jush, ju për gjithë ata që do kenë njofje të reja në muajin maj, në muajin qershor ju shoh që ju do jepni dhe do merrni me këtë person. Do shkëmbeni mesazhe, ose ju mund të takojni nga afër për ta njohur më mirë personin, për të dhënë më shumë nga vetja juaj tek ky person. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që do jeni duke mbështetur marrëdhëniet tuaja, duke investuar te fëmijët tuaj, për një pjesë te prindrit tuaj, varet se si do t'i keni, secili ka situata të ndryshme. Ndërsa për një pjesë tjetër ju do merrni disa para dhe ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni. Por ndërkohë do mendoni se si t'i menaxhoni. Është një muaj ku ju do ndihmoni gjatë këtij muaji, pavarësisht se sa të ardhura mund të keni. Ju mund të jeni duke ndihmuar një person të familjes tuaj, mund të mbështesni fëmijët tuaj nga ana ekonomike, duke ndihmuar, por mund të bëni edhe një bamirësi. Sado e vogël qoftë, ajo quhet përsëri bamirësi dhe këtë do ta bëni për të mirën tuaj. Dhe kalojmë nga muaji qershor, kalojmë në muajin korrik, ku jeni përsëri te energjia e monedhave. Është një muaj që mendoni shumë fort edhe përsëri për anën ekonomike. Disa prej jush, ju shoh që ju mund të jeni mund të keni një person te vendi punës që do të rriqet shumë nga ju në lidhje me dashurinë. Ky person ju admiron, ju pëlqen, por ju nuk e shikoni këtë person, sepse jeni përqendruar aq shumë te puna sa që nuk shikoni një dashuri që vjen tek ju. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, do jeni në bashkëpunime, në grupe pune. Mund të keni një bashkëpunim në partneritete, ose në punën tuaj, të bashkëpunoni dhe me persona të tjerë. Do jeni shumë të admiruar nga shefat, nga shefat tuaj, por edhe nga kolegët për punën. Atëherë, sepse videoja u ndërprej, gjithsesi ju shoh që do jeni në grupe pune, do ndjeni pak të pakënaqur nga të ardhurat që do keni në një bashkëpunim. Mund të jetë një biznes i ri, mund të jetë një aktivitet që mund të kryeni, mund të jetë aktivitet artistik, mund të ketë lidhje me artin, me punë artistike, me gjithçka tjetër, por jo vetëm, edhe me punë të tjera, me profile të tjera pune. Gjithsesi është një muaj që do ndiheni nga ana ekonomike, jo shumë të kënaqur, dhe pse do jepni maksimumin tuaj. Dhe vazhdojmë nga muaji korrik, vazhdojmë në muajin gusht. Muaji gusht jemi në një energji shumë të bukur. Shoh që do jeni shumë do keni një energji të jashtëzakonshme. Jemi përsëri te energjia e tokës këtu, për gjithë ata që do kenë ascendente në këto shenja, do ndikohen edhe më fuqishëm, që mund ta kenë te shenja që janë, shenja e Demit, shenja e Virgjëreshës ose shenja e Britsjapit. Shoh që do kenë një ndikim shumë të madh në ekonomi. Gjithsesi, por ju mund të keni dhe hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që në muajin gusht do jetë një muaj fantastik. Ju do jeni duke menduar se si të bashkëpunoni me personin që ju jeni në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie tuaja. Për disa prej jush do mendoni edhe për të shkuar me pushime, mendoni dhe shoh që do harxhoni një shumë të konsiderueshme parash edhe ju. Por ndërkohë do mendoni shumë për anën ekonomike, disa prej jush do mendoni për blerjen e një shtëpie gjatë këtij muaji, një pjesë tjetër do mendoni për blerjen e një makine, ose të bëni blerje të ndryshme online. Për pjesën tjetër, për një pjesë tjetër të investojnë te shtëpia e tyre, të investojnë te fëmijët e tyre, ose ju dëshironi të investoni dhe te prindrit tuaj. Në rastin tjetër, ose të shkoni me pushime dhe të bashkoheni me prindrit tuaj. Ndërsa në lidhje me anën ekonomike dhe me punën tuaj, në muajin gusht, edhe pse është një muaj pushimesh, unë ju shoh që ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash, sepse në muajin korrik ju shoh me pak të ardhura dhe ndiheni pak kënaqur.
ndërsa në muajin gusht të ardhurat tuaja do shtohen në maksimumin tuaj të mundshëm. Sepse shoh do jetë një vit me fat, tham për ju, dhe ky muaj do t'ju ndihmojë në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, për një pjesë tjetër tham do marrin disa para, do bëni plerje, ju mund të keni dhe shitje në një trashëginie, shitje në një shtëpi dhe aty merrni disa para për një pjesë prej jush. Është një muaj fantastik, si në lidhje me dashurinë, ku ju do investoni nga ana emocionale, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, ose ju do menaxhoni dhe shpenzimet që do bëni në lidhje me pushimin. Ndërsa në muaj shtator është një muaj fantastik për ju. Thash, jeni me fat, shtatori do jetë shumë me fat për ju, kemi planeti Jupiterin këtu, dhe ju do keni fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Gjatë këtij muaj, ju shoh që do keni fillimin e një dashurie të re. Mund të hyjë një person në jetën tuaj dhe do jetë një person ku kjo njohje që do bëni do marrë një zhvillim shumë të mirë në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ka lidhje me një shtatzani, për gjithë ata që e dëshirojnë, se jo të gjithë mund të jenë në këto kushte. Është një shtatzani që do t'ju sjellë shumë fat për gjithë ata që mund të kenë gjatë muajit shtator, tham. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do keni fillime, mund të jetë fillimi një pune të re, një partneritet i ri, një bashkëpunim i ri, ose një fillim i ri ekonomik, mund të jetë një biznes, mund të jetë një aktivitet tjetër që ju dëshironi ta hapni, ose ju dëshironi të investoni diku, por janë gjëra që fillime që do ndodhin gjatë këtij muaji, që do marrin zhvillime shumë të mira, por do t'ju sjellin dhe bollëk dhe prosperitet. Dhe unë e shoh në rritje anën ekonomike. Nga muaji gusht në muajin shtator janë 2 muaj fantastik për ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin tetor. Si do jetë muaji tetor për ju? Në muajin tetor shoh rikthime. Mund të jetë rikthimi një personi nga e kaluara, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Ju mund të një person që jeni shkputur, ky person kthehet tek ju, është shpirti juaj binjak, ky person, por ndërkohë shoh që mund të jeni dhe shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj gjatë këtij muaji. Do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj, ndoshta do tregojnë dhe pak nostalgjik dhe me fëmijërinë tuaj gjatë muajit tetor, ndërsa për një pjesë tjetër do kthehen çështje dhe situata nga e kaluara. Dhe këto mund t'i merrni si për mirë, por edhe për keq. Sepse shoh që ka rikthime. Mund të jetë rikthimi i një personi të dashur, që ju do të takoni dhe do gëzoni. Mund të jetë rikthimi një çështje ose persona të ndryshëm që ju mund të keni pas në të kaluarën, dhe këtu flasim mund të jenë persona të shoqërisë tuaj, familjar, të vendi punës ku ju keni qenë, ose diçka tjetër, ose çështje të ndryshme, çështje që mund të kenë të bëjnë me lidhje me shtëpinë, në lidhje me familjen, një çështje që mund të ketë të bëjë me punën tuaj, ose një çështje ekonomike që rikthehet përsëri, për ta riparë. Ndërsa për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me çështje me këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, këtu nuk tham në muajin shtator kemi energjinë e shenjës peshores, demit, që jeni dhe ju vetë, dhe do ta keni shumë me fat nëse keni dhe ascendente në muajin shtator, por dhe të shijetarit. Kurse në muajin tetor keni të bëni me shenjat e ujit, ju do jeni shumë emocional në lidhje me njohjet që do keni dhe me kthimin e një personi, ndërsa në rastin tjetër mund të kthehen çështje, situata nga e kaluara që mund të kenë të bëjnë me ligjin, me gjykatat, me prokurorit. Ndoshta një person që ju jeni divorcuar, nuk e di. Më thënë, mund t'i merrni çështjet dhe situatat nga më të ndryshmet që mund të keni gjatë muajit tetor. Do ketë rikthime të mira, por mund të ketë dhe rikthime të çështjeve nga e kaluara, që ju i dini më mirë. Dhe vazhdojmë në muajin nëntor. Muaji nëntor, një muaj fantastik, me fillime të reja. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, një dashuri e re për pjesën e beqarve. Për pjesën tjetër, është një person që ka emocione në lidhje me ju, ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do ndiheni më të çliruar nga situatat e së kaluarës, që mund të kenë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja,
me njohjet ose lidhjet me një person nga e kaluara, ku ju dëshironi përsëri të bëni një fillim të ri me këtë person. Ndërsa për një pjesë tjetër do merrni lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike, një çlirim shpirtëror në lidhje me situatat e çështjet të së kaluarës që ndoshta ju kanë munduar, por edhe lajme të mira ekonomike. Është një muaj çlirimi, shërim shpirtëror, lajmesh të mira, njohje të reja, fillime të reja në lidhje me punën nga ana ekonomike. Është një muaj fantastik, por është dhe një muaj emocional. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin dhjetor, që është dhe muaji i fundit i vitit, ju shoh në një pozicion mbretëror. Çelësin i gjithçkaje është në dorën tuaj. Në qoftë se ju keni dëshiruar një dashuri, atëherë çelësin e keni ju për ta çuar para këtë dashuri. Nëse ju keni dëshiruar që një person i së kaluarës të rikthehet, atëherë është përsëri në dorën tuaj nëse doni të vazhdoni me këtë person ose jo. Është një fund viti që ju gjen në një pozicion të mirë ekonomik. Do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me gjërat që do bëni gjatë këtij viti dhe do mendoni që ndoshta do bëni një rezume dhe do mendoni që vërtet Chelsea ka qenë në dorën tuaj për të ndryshuar situatat e së kaluarës që ju keni pas në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me punën, me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, ju shoh në një pozicion mbretëror, tash mund të jeni ju mund të çojeni në detyrë. Ju është një vit që do vini çdo gjë në vendin e vet. Ju do gjeni pozicionin tuaj në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, një pozicion të mirë ekonomik, por dhe në lidhje me gjithçka tjetër. Është një muaj që do gëzoni dhe festoni fundin e vitit. Atëherë kjo ishte edhe për shenjën tuaj. Ju uroj vërtet një vit sa më të mbar, t'ju sjelli sa më shumë begati në familjet tuaja, në jetën tuaj, dhe të jetë një vit sa më i lumtur për të gjithë ju. Atëherë kjo ishte për ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Më falni. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë video të radhës.